Unë e kam thonë, ai Kurtin e ka që ka desht, e ka shëti 2-3 vjetë, ja ka bo dokumentat, qëfare ja ka dosh zemra ti, për fatë kesh, e ka mashtru do të thotë. Unë e sakte këmë ditë që ai, po e ngrejë që shtojnë për ku po donë. Kemi në rastimi veçantë të vendimit të fundit të gjykatës konstitucione. Kemi një lajm që shumë e rëndësishme në sferën me interferim edhe geopolitik. Po kthehemi tani te vendimi i fundit, parashikimet ato që kanë ndodhur. Profesor, e pat sot që dul tash total edhe dosja e Spenit. E pam që në pjesë aty është Miroslav Lajçaku. Folke për femna me Spenin, për Lavrovin, për ato. Pat polemika të ndryshme, po të na jemi të nxonë me disa çështje pak më të mëdha. A ka me pas interferim drejt për drejt marrëveshjen e orit edhe implementimin e saj. Po del ndërmjetësuesi, garantuesi kryesor, a ka me pas interferim këtë marrëveshje edhe në negociatat që mban me Brukselin në rast se vërtetohen këto gjëra përmes Miroslav Lajçakut edhe e Spenit? Shiko, jo, a di pse, sepse marrëveshja e orit dhe Brukselit është fut mekanizëm të integrimit evropian të Kosovës, dhe asë ndryshon. Nuk ndryshon. Më thonë shpresa, ata që majnë shpresë, okej? Jo, asnjëherë do thotë s'mund t'jetë ashtu. Lajçaku, unë pej ditës parë, jo dini kam qekri, unë e kam thonë, ai Kurtin e ka që ka desht, e ka shëti 2-3 vjetë, ja ka bo dokumentat, qëfare ja ka dosh zemra ti, për fatë kesh, e ka mashtru do të thotë. Kurti, pse i ka bo ato, ai duhet të dit me thirë, ata që i ka pas këshiltar vendor dhe ndërkombëtar, por e vërteta është që Lajçaku, unë e kam qenë kundër pej ditës parë kundër ti. Unë e sakte këmë ditë që ai, po e ngrejë që shtojnë për ku po donë edhe ka rritë qëllimin. E ka rritë ku ka dosh Lajçaku? Pasi diskutim, letrat ma pa e tha Bodo Weber, për letrat më dëmshme e Kosovës, unë e kam thonë dhe po përsëris pe 45 deri sot që po flasëm, kuvendi prezorej, dhe sot që po flasëm, Albin Kurti ka bo me marrëveshjen e orit. Ato marrëveshje ekzistojnë në pjesë e rrugës euroatlantike. Domi më i madh që ka bo Kosovës, i dyti mas saj, është që ti si e hinë Këshillit të Evropës, aty hënë edhe Vjosa, do thonë dom që unë është e pabesueshme s'ka pas asnjë reagim qytetar, asnjë shoqëri civile me thonë ka dal, ai në brën vetë që ai tipo e keni izoluar total qytetari jon, nuk ka drejt me cakat. Dhe ti sot ti çdo herë kur ti tash në Këshill të Evropës, që ke pas deri në qel, për diçka që ti, sigur me Manastir Deçanit, a kanë regjistruar qëta 5 vjet, 4 vetë detyruan me nxjerr ligjin, me ndryshu ligjin, dhe vetë me nënshkrim Albin Kurti ja ka qit tapit e kishtë, a qiti? Po. A është ashtu? Po, profesor. Kretë këto që si kanë bo për Këshill, që këtu do jem na. Kretë që këta menojnë që vota është gëzof që hargjohet, do në thotë. Nuk është sikur çdo sanë që legitimiteti politik, do në thotë, jo që, do në thotë, kjo fundit ka qenë jo sheni kur po thojnë zgjedhjet lira dhe të free and fair elections, është a i garë, si që e këpëtja prokuror u mëtën të nga mas vjedhjeve të votave. Janë shpërndam 400 milion që pëj pjestove ti, vetëm ajo zyrtare që a ditë del 800 euro, 900 euro, gati 1.000 vot del, kështu me karikun. Profesor, thatë që dëmonë definitive se me sundin me pas në dhe prandaj për them, dhe ti e jartë në një pozit, asni institucion, ato që jem në financiare, banka botërore më varën për Amerikanë me për aliatëve tonë, struktura tjera që kanë karakter regional përmes Këshillit të Evropës, na i shumë edhe në 10 nëse jo 100 konvente dhe struktura tjera evropiane, por që ka për shembull çështjet e konventave për imunitet diplomatik dhe kështu me radhë, që janë universale në jetën sikur ato të KP-s, i shumë integru, do të thënë 50% në mekanizmat ndërkombëtar. Dhe ti sot atë e ke hiq. Ajo Lajçakut prapë po asaj. Ato të dosjet Epstein, po dalin njerëz për shkak Gjukanoviçi, Zoja Jaga, kështu që plot që veçi janë përmend. Po shqetësor.